nuk është i shtrun dyshemeja gom, ashtu siç është para po me këto kontrata, por është laminat. A ju kanë kontaktu në herë, mi ju thonë që ju kanë dollë teloshe me... Ja, s'ka pas pëse, e kom pas krysh, që kom pas kontrati, kom kry punë. Në hulumtimin tonë, për të zbardhur rezultatet e investimeve të komunës së Fushë Kosovës, në salla sportive kemi gjetur investimet të kryera, po që nuk shfrytëzohen nga askush. Të dhënat të tjera na tregojnë se komuna planifikon të ndërtimin e një salle moderne për arte marciale. Për këtë ndërtim, unë nënshkruan 2 kontrata, por salla vazhdon me pas probleme. Më 29 gusht 2018, unë nënshkrua kontratë në vlerë prej 127.930 eurove me afat prej 14 javësh. 2 vite më vonë, më 25 qershor 2020, unë nënshkrua kontrata shtesë për punët përfundimtare në vlerë prej 7.990 eurove me afat 30 ditë me u kry punët. 2 kontratat nuk mjaftuan për këtë sallë. Në janar të vitit 2023, auditori i brendshëm në raportin e tij thotë se salla nuk ofron kushte për shfrytëzim. Dyshemeja ishte laminat e jo nga goma, si edhe në sallë ka pikuar ujë. Edhe pas 2 kontratave, kjo sallë u desh të renovohej, së bashku me sallën e Vragolis e atë tek shkolla Selman Riza. Këtë sallë e kemi vizitu disa herë, por ka qenë mbyllur sa herë kemi shku aty. Pas disa tentimeve e kemi gjetë hap, tek në mars 2025. Aty kemi pa se dyshemeja është laminat, i mbuluar me 2 shek gome. Jemi të salla arteve marciale në Fushë Kosovë. Për këtë sallë janë nënshkruar 2 kontrata, fillimisht një në 2018 me mbi 127.000 euro dhe pastaj edhe në vitin 2020 me afërsisht 7.800 euro. Nga dokumentet që i ka gjetë kallzo.com, kemi vrejt që në këtë sallë nuk është i shtrun dyshemeja gom, ashtu siç është para po me këto kontrata, por është laminat. Më herët këtu ka pik edhe uji, ka pik ujë nga kulmi dhe salla nuk është shfrytzuar. Në vitin 2023, saktësisht më 9 tetor 2023, për këtë sallë, sallën e sporteve në Vragoli dhe sallën e shkollës Selman Riza, është nënshkruar një kontratë mbi 157.000 euro për renovimin e këtyre sallave. Është dashur që me u kry brenda 70 dite këto punime, po në bazë asaj çka e kemi po na, ka kalu edhe më shumë se 70 ditë edhe akoma në këtë sallë po e vrem që dyshemeja është laminat e jo gomë, ashtu siç është para po me kontratë. Sallat e arteve marciale, ajo e Miradisë së Epërme, e Vragolis dhe e shkollës Selman Riza janë ndërtuar nga kompania Outland Group. Nga kjo kompani, për kallzo.com, kanë thënë se pranimi teknik është bërë dhe se punët janë kryer sipas projektit. Ata nuk kanë shpjegime pse komuna u obligua të nënshkruajë kontrata për renovime të punëve të tyre. Kompania ju i ka ndërtu sallat e edukatës fizike në Fushë Kosovë, atë të arteve marciale të shkollës Selman Riza në Vragoli dhe në Miradi të Epërme. Nëse kishe mujt me më tregu çish ka shku puna në çdo salla për shkak se pjesa më e madhe tyne po më duket përveç arteve marciale edhe nuk janë lëshu asnjëherë në shfrytëzim. Qa ka qenë puna këto? Këto normal janë ndodhur në 2-3 faza. Fazën e parë na e kemi përfunduar, për fazat tjera nuk di çfarë kanë. Ka shku si bash projekte që janë projekte që kanë rregull, anë është bërë pranimi. Është ka një farë telashe në këto salla se ka pikuji, ka pas mungesë ngrohtore se dritarët. Nuk di, ma çështje tjetër, nuk di se këto i ka 50 vjetra zgjiko janë ndërtuar çka. Nuk di çfarë veç e di që janë ndodhur 2-3 faza. Fazën e parë është ndërtimi me pjesë tjera. Ai ka pranuar komuna teknikisht, ai ka bë pranim teknik? Po në rregull, ka pranim teknik, ka gjithçka okay. A ju kanë kontaktuar në herë, mi ju thonë që ju kanë dollë teloshe me... Ja, s'ka pas pëse, e kom pas krysh, që kom pas kontrati, kom kry punë, për tjera që është që kanë bërë 2 nuk di.